Tre shkencëtar, Mary Branco, Fred Ramsdell dhe Shimon Sakaguchi janë shpallur fituesit e çmimit Nobel në fushën e mjekësisë për vitin 2025. Lajmi u bë i ditur nga Asambleja Nobel e Institutit Karolinska në Suedi. Sipas njoftimit zyrtar, çmimi u jepet për zbulimet e tyre mbi tolerancën imunitare periferike, të cilat kanë hapur një fushë të re kërkimi në shkencat mjekësore dhe kanë ndihmuar në zhvillimin e trajtimeve të reja, përfshirë ato kundër kancerit dhe sëmundjeve autoimune. Mary Branco dhe Fred Ramsdell janë me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Shimon Sakaguchi në Japoni. Fituesi do të ndajë një shumë prej 11 milion kronash suedeze, rreth 1.2 milion dollar amerikan, si edhe medaljen e artë që dorëzohet nga mbreti suedis në ceremoninë tradicionale të dhjetorit. Çmimet Nobel janë ndarë që nga viti 1901 për arritje të jashtëzakonshme në shkencë, letërsi dhe paqe, me ndërprerje vetëm gjatë luftërave botërore.